Gjegega i shtakur. Gjegega ishte delegat i lidhjes shqiptare të Prizrenit, luftetar trim e guximtar, frirës popullor i afirmuar, plak i mençur kanuje, pajtimtar me peshë reputacion të gjerë popullor. Merr pjesë në mbrojtjen e Hotit dhe të Grudes në vitin 1880, së bashku me krerët e tjerë të Shkodrës dhe të Malësisë. Të gjithë së bashku formuan të ashtë të quajtërën lidhje mbrojtëse të Shkodrës, ku Gjegega ishte pjesë e memorjes tonë historike. Është dëshmi e gjallë e luftrave që ka bërë shtaku për ruajtjen e etnosit të vet. Gjegega është skalitur siç dinte vetëm fishta në veprën monumentale të tij. Tri manza pas ka rrit shtaku, lok kuvenje barut qarku, emër venit i kanë dhanë dhe Shqipnis an e man. Me ruajt fene, me ruajt bajrakun, nuk kursyn jetën as gjakun. Si dragojt për mikul shedra, një në tall dhe Gjegega, por si zogu i skifterit, shpejt u basi kryqilterit, kur vin burrat vargevi, e betohen për liri. Shpejt ju rrit nderje burrëria, me përgjak i vlojt trimria, për lavdi që i dha vendit, e vun burrat në kryet kuvendit. Kur janë ledh malet e larta, atë mark lulen ka që e shala, me një zëj gjithë bajraku, thonë Gjegegen me që është thaku. Se në Prizren duhet urtia, prej dit zez me dal Shqipria. Mirë po flasin këta burra, fjal kristal si ujt nërgura, kërset pushka si gjam me motit, luft në mbrojtjet e grudset Hotit. Ai Gjegega shtyll bajrakut, 300 djem i bjen prej shtakut, i bjen prej shllakut e prej temalit, si dragoj kanë zbrit prej malit. Zbrit prej malit si orë tek bore, armet në gjallë si heqin dore, paj hap hasmit varin, flak e prush e djegin zalin.